Përfshirja e administratës në zgjedhje mbetet një nga njollat e proceseve zgjedhore në Shqipëri dhe për këtë mjaftojnë raportet e organizmave ndërkombëtar pas çdo procesi zgjedhor ku evidentohen përdorimet e administratës në favor të partisë qeverisëse, ndërsa zyrtarisht nuk kemi ende fushat për zgjedhjet 11 majit nga opozita dhe pjesëtar të shoqërisë civile janë denoncuar raste kur punonjësve të administratës i është kërkuar të plotësojnë formularët e emrave të afërmëve të tyre që jetojnë në emigracion. Kjo në kuadër të votave nga diaspora që për zgjedhjet e 11 majit për herë të parë do të ushtrojë të drejtën e votës përmes postës. Por si do të monitorohen punonjësit e administratës përpara dhe gjatë fushatës, a do të kenë të drejtën ata të shprehin publikisht preferencat e tyre për kandidat ose parti? Një vendim qeverie i botuar në fletoren zyrtare përcakton kategoritë që nuk do të lejohen të mbështesin fushatën e një partie, të një antarit të partisë politike apo një kandidati të pavarur, duke marrë pjesë ose kontribuar fizikisht ose financiarisht. Në anë tjetër, punonjësi i administratës shtetërore, pas orarit zyrtar të punës dhe jashtë mjediseve të institucioneve shtetërore, ka të drejtë të marrë pjesë në veprimtari politike apo zgjedhore të një partie politike ose kandidati në zgjedhje, por pa shprehur publikisht bindjet apo preferencat e tij politike. Vendimi vjen në një kohë kur pothuajse çdo segment i administratës është i detyruar, me apo pa dëshirë, të shpërndajë ose rishpërndajë, të bëjë like apo komentojë në veprimtaritë politike të deputetëve, ministrave, kryeministrit apo çdo zyrtari tjetër që bën fushatë në favor të PS-s. Në vendim thuhet se nënpunësit civil, gjatë pjesëmarrjes në veprimtari, në kuptim të nenit 37 të ligjit numër 152 fraksion 2013 për nënpunësin civil të ndryshuar i ndalohet të bëjë fushatë për një subjekt zgjedhor apo kandidat, të manifestojë pankarta, parrulla apo çdo mjet tjetër për të shkruar dhe ekspozuar publikisht, të jetë protagonist në aktivitetet veprimtarit politike apo kandidatëve, kujt i ndalohet me vendim të mbështesë fushatat e partive apo kandidatëve. Tre kategoritë që ju ndalohet të mbështesin fushatat e partive politike ose kandidatëve në zgjedhje janë punonjësit e policisë së shtetit, gardës së Republikës dhe atyre të shish. Gjithashtu i ndalohet punonjësit të policisë së shtetit, i ndalohet të mbështesë fushatën një partie organizate politike të një antari partie politike apo një kandidati të pavarur, duke marrë pjesë ose kontribuar fizikisht ose financiarisht. Punonjësit e gardës së Republikës i ndalohet të cilët dhe të mbajnë qëndrime që cënojnë natyrën e depolitizuar të gardës, antarësimi e pjesëmarrja në veprimtari të partive apo shoqatave politike apo kandidatëve. Punonjësit të shërbimit informativ të shtetit i ndalohet të manifestojë sjellje dhe të mbajë qëndrime që cënojnë natyrën e depolitizuar të institucionit, të bëjë propagandë në favore ose kundër partive, shoqatave politike ose kundër kandidatëve në zgjedhje. Ushtarakut aktiv të forcave të armatosura i ndalohet të marrë pjesë në veprimtaritë politike që organizohen nga partitë politike, organizatat ose shoqatat me karakter politik apo nga kandidatët. Po ashtu punonjësit e administratës shtetërore i ndalohet të përdorë të mirat publike, funksionin ose veprimtarinë shtetërore ose burimet financiare e njerëzore me qëllim favorizimin e një partie politike ose kandidati në zgjedhje. Kontrolli. Titullarët e ministrive ose dhe drejtuesit e institucioneve të varësisë ose personat e ngarkuar për tyre organizojnë menjëherë punën dhe marrin masat e nevojshme për garantimin e zbatimit të detyrimeve ligjore për ndalimin e vënies në përdorim për subjektet zgjedhore të veprimtarisë së tyre institucionale, mjeteve, fondeve e materialeve të ndryshme, e administratës shtetërore, si dhe burimeve njerëzore të institucioneve të administratës shtetërore të çdo niveli për zgjedhjet e përgjithshme të datës 11 maj 2025. Kontrollojnë në mënyrë periodike veprimtarinë e nënpunësve në varësinë e tyre, me qëllim shmangjen dhe parandalimin e nxitjes apo kërkesës për përfshirjen e punonjësve të administratës shtetërore në veprimtari politike. Verifikojnë dhe analizojnë të gjitha të dhënat që kanë të bëjnë me përdorimin e mjeteve, fondeve dhe materialeve të ndryshme, si dhe mënyrën e ushtrimit të veprimtarisë institucionale gjatë periudhës përpara fillimit dhe gjatë fushatës zgjedhore. Marrin masa dhe realizojnë monitorimin e zbatimit të tyre për të garantuar mos përdorimin e burimeve njerëzore të institucionit në funksion të veprimtarisë së fushatës zgjedhore të subjekteve zgjedhore. Marrin masa për pezullimin nga detyrat e nënpunësve civil të institucioneve të tyre, të cilët janë regjistruar si kandidat për zgjedhjet e përgjithshme në datën 11 maj 2025. Departamenti i Administratës Publike merr masat e nevojshme që gjatë fushatës zgjedhore të mos publikojë vendet vakante të shërbimit civil të institucioneve të administratës shtetërore dhe të pezullojë të gjitha fazat e proceseve të rekrutimit në shërbimin civil, të nisura përpara datës 11 prill 2025. Institucionet dhe shoqëritë aksionere publike, pjesa e administratës shtetërore që punësojnë punonjës, marrëdhënia e punësimit të së cilëve rregullohet sipas dispozitave të kodit të punës apo legjislacionit tjetër specifik, të ndryshëm nga ai i shërbimit civil, pezullojnë procedura
procedurat e rekrutimeve dhe të emërimit të nënpunësve punonjësve për periudhën 3 mars 2025-11 maj 2025. Procedurat e rekrutimit të nisura në këto institucione përpara datës 3 mars 2025 vijojnë të përmbyllen, por në çdo rast përpara datës 11 prill 2025 bëjnë përjashtim nga ky rregull raste të jashtëzakonshme kur për shkak të mungesës së personelit cënohet vijimësia e dhënies së shërbimeve për qytetarët nga institucionet e infrastrukturës kritike, shëndetësia, arsimi dhe mbrojtja, për të cilët ky detyrim zbatohet për periudhën e fushatës zgjedhore. Mosbatimi i rregullave dhe i detyrimeve të parashikuara në këtë vendim sjell përgjegjësi disiplinore dhe ligjore sipas kuadrit ligjor në fuqi.